Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në nisje të inspektimeve në kantierët e ndërtimit, kryeinspektori Afrim Qendro paralajmëroi tolerancë zero për ndërtuesit që shkelin sigurinë teknike dhe ata që zaptojnë hapësirat publike. Ai theksoi se zhvillimi i qytetit duhet të ecë paralelisht me respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e komunitetit. Sistemi i referimit në shëndetësi nis nga mjeku i familjes, i cili pasi ka vlerësuar gjendjen e pacientit mund ta dërgojë atë tek mjekët specialist, po jo në pak raste pacientët e anashkalojnë këtë hall duke u drejtuar urgjencës, çka vështirëson punën e bluzave të bardha të këtij shërbimi në Gjirokastër. Shërbimi veterinar në rajonin Jugor ka nisur një fushat të re për sigurinë blegtorale, duke filluar procesin e matrikullimit për 50.000 krerë bagëti me qëllim mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sigurimin e prodhimeve blegtorale. Prej 25 vitesh, 69 vjeçari Gjorgji Kondi nga fshati Nokov në Lunxhëri ka kushtuar jetën vreshtarisë. Me 6 dynim vreshta ai vazhdon të punojë çdo ditë tokën, duke e kthyer pasionin familjar në një angazhim të përditshëm dhe burim jetese. Ju njohim tani më gjërësisht. Në nisje të inspektimeve në kantierët e ndërtimit, kryeinspektori Afrim Qendro paralajmëroi tolerancë zero për ndërtuesit që shkelin sigurinë teknike dhe ata që zaptojnë hapësirat publike. Ai theksoi se zhvillimi i qytetit duhet të ecë paralelisht me respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e komunitetit. Shkelja e lesë ndërtimit apo mos respektimi i kushteve teknike në punë ka bërë që Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ai vendor dhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit të nisin inspektimet në terren. Gjitha do futen në filtrin e këtij kontrolli, pasi numri i aksidenteve në punë dhe numri i lartë i vdekjeve që kanë ardhur në kantierët e ndërtimit e bën të domosdoshme këtë. Ka objekte të cilat nuk i plotësojnë gjitha kushtet e nevojshme që përcakton ligji për sigurinë teknike. Dhe kjo ka qenë arsyeja që hapi parë edhe në detyrën time të jetë kjo, sepse siguria teknike dhe harmonia midis zhvillimit i biznesit në qytet dhe jetës komunitare të gjithë njerëzve është shumë i domosdoshëm. Qendro i pyetur për aktivitetin e marrjes së inerteve nga lumi Shkumbin, tha se kompanitë janë vënë në verifikim, por nuk ka indicie që të kenë shkelur lejet e përcaktuara. Pika inerteve në shfrytëzim është në leje dhe është në pozicionin e caktuar nga leja e institucionit përkatës. Sa i përket aksionit për lirimin e hapësirave publike, Qendro deklaroi se prioritet do të jetë respektimi i tyre. Sistemi i referimit në shëndetësi nis nga mjeku i familjes, i cili pasi ka vlerësuar gjendjen e pacientit mund ta dërgojë atë tek mjekët specialist. Po jo në pak raste pacientët e anashkalojnë këtë hall duke u drejtuar urgjencës, çka vështirëson punën e bluzave të bardha të këtij shërbimi në Gjirokastër. Mjeku i familjes është çelësi që hap dyert për kontrolle apo ekzaminime të mëtejshme të çdo pacienti që vuan nga sëmundje të ndryshme bazuar në sistemin e referimit. Qytetarët Gjirokastrit duket se kanë kuptuar se vetëm me rekomandimin e tij mund t'i drejtohen mjekëve specialist. Te mjeku i familjes, po thot mjeku i familjes në spital. Marrim rekomandimin nga Libohova të caktojnë një datë dhe të vinte doktori specialist. Te mjeku i familjes. Atje pasa marrim rekomandim që vete pasane tek urgjenca, tek të tjerat. Por jo gjithmonë ndodh kështu. Në jo pak raste, urgjenca e spitalit të Gjirokastrës mbi ngarkohet nga pacient që shumë mirë mund të merrni mjekim apo këshilla pranë qendrës së tyre shëndetësore, pa u patur nevoja të trokasin në derën e saj. Në këtë mënyrë, bluzat e bardha të këtij shërbimi apelojnë për zbatimin e sistemit të referimit, duke dhënë edhe arsyet pse. Hallka e parë është mjeku i familjes, i cili ndodhet në zonën e tij. Edhe është më lehtë për një pacient për një shqetësim të thjeshtë dhe pa që nevoja domund ta parandalojë dhe pa u agravuar gjërat, pa u rënduar, të vete mjeku i familjes dhe të bëjë një vizitë tek ai, të marrë opinionin e tij, mund të marrë dhe mjekimin, po plus kështu dhe mjeku i familjes ka një njohje më të mirë të sëmurit, të ecurisë së tij, sëmundjet e tij që të kaluar dhe në qoftë se ai vetë shpesh atje dhe ai është, domethënë në çdo vizitë, domethënë krijon një konkluzion më të shpejt dhe më të saktë, domethënë për gjendjen e sëmurit dhe ç'rrugë duhet ndjekur, pasi është një sëmur që ai e ndjek. Ndryshe është nga një mjek specialist ose urgjencës,
kur paraqitet një i sëmur nga një lagje ose nga një zonë, pasi ai nuk njihet dhe nuk njihet historia e tij, plus dhe në urgjencë shumë urgjenca ka mbi kërkesë pune dhe sidomos në orët e pikut, domethënë puna është shumë e mbi ngarkuar. Kartela bazë për çdo pacient është kartela në lagje. Atë janë tërë ekzaminimet, të tërë konsultat, plus në qoftë se i sëmuri mund të bëhet sëmur kronik në moshën e tretë, domethënë edhe ajo përfitimi do ketë nga ndihma e shtetit në subvencionimin e ilaçeve o ekzamineve, do jetë më mirë pasi do jetë dokumentuar sëmundja në vite. Në rastet kur urgjenca vihet më në vështirësi, janë ata që paraqiten për herë të parë dhe nuk janë në dieni të statusit të tyre shëndetësor. Kjo është arsyeja pse të paktën pas moshës 50 vjeç duhet krijuar me patjetër një lidhje me mjekun e familjes për të mbajtur në kontroll shëndetin. Në qoftë se një sëmur vjen për herë të parë në urgjencë, domethënë, na sjell një ngarkesë të madhe se në të njëjtën kohë duhet bëjmë dhe punën e mjekut të familjes dhe specialist, edhe është një punë që duhet bërë në kuptimin në kohën e saj me avash, domethënë urgjenca kryesisht merret me raste të urgjenta, me diçka që ndodh papritur, me diçka që është e rëndë dhe japim ndihmën e parë. Kurse në qoftë se një sëmur ka disa diagnoza ose ka disa probleme, ai ka nevojë për një vizim më të qetë dhe më të thellë. Dhe për mjekun, domethënë nuk është një ekzaminim përshtatshëm që të bëhet në urgjencë, domethënë plus dhe neve na bllokon se na merr orën, edhe na bllokon në vizitat që ne mund të kemi vizitat e tjera urgjente. Plus dhe personi merr dhe një risk, pasi vjen në një ambient domethënë kur mund të ketë gjendje virale, mund të ketë sëmundje të ndryshme, edhe ai vetë domethënë merr një risk për këtë. Ata që sëmuren për herë të parë, që janë mosha 40-50. Domethënë ata duhet ta marrin seriozisht se kur futen tek ajo moshë e riskut, domethënë ato shqetësimet që ka njeriu, jo tensioni, jo mbi pesha, jo ndonjë problem pulmonar, problemi gjakut, domethënë duhet ta marrin më qetë dhe duhet i bëjnë vizitat te mjeku i familjes, specialistët për ta parë, edhe nëse nuk kanë ndonjë gjë, po për ta dinë që ku janë. Diagnostikimi i hershëm i anomalive kardiake që në mitër përmes ekokardiografisë fetale po shpëton jetë. Mjekët bëjnë me dije se defektet kongjenitale të zemrës prekin rreth 1% të porsalindurve dhe se kontrolli i hershëm dhe referimi në kohë janë thelbësor për parandalimin e komplikacioneve. Diagnostikimi i anomalive kardiake tek të porsalindurit që në jetën intrauterine është sot një nga arritjet më të rëndësishme të mjekësisë moderne. Kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale tha se fal avancimit të diagnostikës prenatale, veçanërisht përmes ekokardiografisë fetale, anomalitë e zemrës mund të identifikohen herët, duke u dhënë mjekëve edhe prindërve kohën e nevojshme për planifikimin e trajtimit që në momentin e lindjes. Profesor doktor Eliona Demalia i tha se defektet e lindura të zemrës tek të porsalindurit fatkeqësisht hasen i oral. Shkaqet e defekteve kongenitale të zemrës këtë porsalindurit mund të jenë të shumta. Diagnostikimi i gjatë intrauterine është shumë i rëndësishëm, sepse kjo çon në shpëtimin e jetëve. Defektet e lindura të zemrës të porsalindurit fatkeqësisht hasen jo rrallë. Diagnostikimi në kohë tyre gjatë jetës intrauterine është një hallkë shumë e rëndësishme për të shpëtuar jetë. Bashkëpunimi ndërmjet obstetrëve ginekolog, mjekëve ekografist, mjekëve kardiokirurg jep rezultate të cilat ne gjithmonë më shumë po i arrijmë dhe që i dëshirojmë. Doktoresha Imona Trushani, mjeke pediatre, tha se me një ekzaminim të hershëm klinik, një dyshim i hershëm dhe një referim në kohë për ekokardiake bën të mundur parandalimin e komplikacioneve serioze konvenitale. Çdo neonat duhet të depistohet hershëm me një ekzaminim të kujdesshëm klinik dhe një puls oksimetër, sepse një dyshim i hershëm dhe një referim në kohë për ekokardiake bën të mundur parandalimin e komplikacioneve serioze të kardiopative konvenitale. Ndërsa doktoresha Vizbinaj, mjeke obstetre ginekologe, u shpreh se defektet kardiake konvenitale hasen tek 1% e të porsalindurve. Defektet kardiake kongenitale hasen në 1% të porsalindurve. Sëmundjet kardiake në grup moshën pediatrike janë të ndryshme nga ato të rriturve. Sipas bluzave të bardha, ekzistojnë 2 lloje kryesore të çrregullimeve të zemrës tek fëmijët të lindura ose të fituara më vonë në jetë.
Lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike ishte fokusi i takimeve të zhvilluara në bashkite me Maliaj dhe Tepelenës. Policia e shtetit në bashkëpunim me këto njësi vendore ka nisur një sëri takimesh sensibilizuese për forcimin dhe zbatimin e masave, duke vendosur një politik të qartë tolerancë zero ndaj shkelësve. Në me Maliaj pjesëmarrës në tryezën e përbashkët ishin përfaqësues të bashkisë, administratorë të njësive administrative dhe kryetar fshatrash. Diskutimet u fokusuan tek monitorimi i vazhdueshëm i zonave rurale, identifikimi i hershëm i rasteve të dyshimta dhe angazhimi i komunitetit për promovimin e kulturave të ligjshme dhe alternativa ekonomike. Ndërkohë që drejtuesit e njësive vendore theksuan se bashkëpunimi mes policisë dhe strukturave vendore është i domosdoshëm për parandalimin e çdo aktiviteti të paligjshëm. Një takim i ngjashëm u zhvillua edhe në Tepelen, ku u diskutua rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërhyrjes në kopër të garantuar sigurinë e qytetarëve, sidomos në zonat më të thella dhe rurale. Mesazhi për administratorët dhe kryetarët e fshatrave ishte i qartë: toleranca ndaj kultivuesve të bimëve narkotike është zero, ndërsa bashkëpunimi, parandalimi dhe siguria e komunitetit mbetet prioriteti i përditshëm për strukturat vendore dhe policore. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Përmet në bashkëpunim me stacionin e Policisë Kultur finalizuan operacionin e koduar historiku duke arrestuar një shtetas me precedent penal të përfshirë në veprimtari kriminale. Në banesën e 33 vjeçarit me iniciale KK, banues në Përmet, policia ka sekuestruar 3 armë zjarri, një kalashnikov dhe 2 pushk, 300 fara kanabisi, një sasi kanabisi e dyshuar për shitje, si dhe municion luftarak. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës në Institutin e Policisë Shkencore për të verifikuar nëse janë përdorur në ngjarje kriminale. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme. Operacioni u realizua fal administrimit të shpejtë të informacioneve operative dhe bashkëpunimit të ngushtë nëpërmjet strukturave të policisë. Shërbimi veterinar në rajonin Jugor ka nisur një fushat të re për sigurinë blegtorale, duke filluar procesin e matrikullimit për 50.000 krerë bagti me qëllim mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sigurimin e prodhimeve blegtorale. Ky matrikullim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit blegtoral, duke ofruar informacion të saktë për çdo kafshë dhe mundësi për menaxhim më të mirë të fermave dhe komuniteteve rurale. Ka nisur zyrtarisht procesi matrikullimit të imtave dhe gjedhit në qarkun e Gjirokastrës. Autoritetet veterinare bëjnë dije se regjistrimi dhe pajisja me matrikull, numër identifikimi, është i detyrueshëm për të gjitha bagëtit. Veterineri Krenar Veliu thekson se pa matrikullim nuk do të lejohet lëvizja bagëtive nga njëra fermë në tjetrën apo drejt tregjeve dhe thertoreve. Jemi futur në fazën e matrikullimit të kafshëve në qarkun Gjirokastër. Do të matrikulohen edhe të imtat edhe gjedhi. Bashkë me matrikullimin do të bëhet edhe procesi i inventarizimit të tufave për numrin e krerëve të tyre dhe me rakordimin dhe sinkronizimin me sistemin RUDA. Do të matrikulohet remonti i kafshëve të imta, ati ku është krijuar remonti, ku janë shitur kafshët që ishin për mish. Në qarkun Gjirokastër do të matrikulohen rreth 50.000 të imta, ku futet remonti dhe në një kafshë të cilës i ka rënë matrikulli, do të bëhet rimatrikullimi. Veliu u bën apel fermerëve që të bashkëpunojnë me shërbimet veterinare dhe të përfundojnë sa më shpejt procedurat e regjistrimit në mënyrë që të shmangen penalitetet apo bllokimet në tregtim. Dua t'ju them fermerëve që në momentin që fermerët futen për të aplikuar te sistemi alban, duhet që kafshët të jenë, bëhet fjalë për tufën bazë, kafshët duhet të jenë të matrikuluar nga veterineri i shërbimit që mbulon zonën dhe duhet të sinkronizuar, gjë të cilën e bën veterineri, me sistemin RUDA, që në moment që ata aplikojnë kafshët dhe tufa duhet të jetë plotësisht e matrikuluar. Duhet, me që janë pjesë edhe programit të AZBR-s, duhet që edhe kafshët e mishit të matrikulohen dhe lëvizja të bëhet qoftë për thertore, qoftë nga ferma në fermë, të bëhet me certifikatën e lëvizjes për arsye që të ndiqet gjurmëshmëria e sëmundjes. Matrikullimi të imtave dhe gjedhit është një hap i domosdoshëm për garantimin e sigurisë ushqimore dhe kontrollin e sëmundjeve.
Prej 25 vitesh, 69 vjeçari Gjorgji Kondi nga fshati Inokov në Lunxhëri ka kushtuar jetën në vreshtaris. Me 6 dynym vreshta, ai vazhdon të punojë çdo ditë tokën duke kthyer pasionin familjar në një angazhim të përditshëm dhe burim jetese. Vreshtaria mbetet një nga pasuritë bujqësore që vazhdon të mbajë gjallë ekonominë lokale në Lunxhëri. Kjo zonë njihet për traditën e saj të hershme në kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës, duke qenë një burim i rëndësishëm të ardhurash për shumë familje. Toka pjellore dhe klima e përshtatshme e kanë bërë vreshtarin një aktivitet jetik që brez pas brezi ka siguruar jo vetëm të ardhura, por edhe identitet për komunitetin. Një ndër vreshtarët që i ka qëndruar besnik kësaj tradite është 69 vjeçari Gjorgji Kondi nga fshati Inokov. Prej rreth 25 vitesh ai merret me frutikultur, duke kultivuar rreth 6 dynym vreshta. Ai tregon se puna në vresht kërkon përkujdesje të vazhdueshme gjatë gjithë vitit, që nga krasitjet në dimër, lidhja dhe pastrimi i ardhive në pranver, deri te spërkatja dhe mbrojtja nga sëmundjet gjatë verës. Sipas tij, çdo stin ka rëndësinë e vet dhe çdo neglizhencë reflekton drejt për drejt në cilësinë dhe prodhimin e rushit. Puna e vreshtarisë ne kemi afërsisht 25 vjet, se kemi 2 vreshta. Ka shumë punë vreshtat që nga krasitja, më pastaj fillon arja, pastaj fillon spërkatja, e kështu me radhë traditja ka shumë punë, të do gjithë një në krye të punës. Çdo 10 ditë një do të jesh në krye të saj. Së ndryshe mund bie në një flam i vret edhe kështu nuk e kupton, edhe kur të vish pastaj gjen të thata. Sot më bëj spërkatjen e barrit. Edhe duhet të bëj spërkatjen e dimrore, se kam bërë, që duhet bërë ajo spërkatje me doj mos dimrorin e vreshtit. Këto janë punët e vreshtit. Pas spërkatjes, pastaj do presin të qelin. Pasi të qelin të vënë 3 gjethe, 4 duhet të fillojnë të bëjmë spërkatje. Ky aktivitet familjar ka nisur nga pasioni dhe vazhdon ende me të njëjtin përkushtim. Megjithatë, ai shpreh keqardhje që vreshtaria nuk po vazhdohet nga brezat e rinj, të cilët po largohen drejt qyteteve apo jashtë vendit. Për më tepër, tregu i produkteve bujqësore po bëhet gjithnjë e më i vështirë, me konkurrencë të lartë dhe çmime jo gjithmonë të favorshme për prodhuesit vendas. Ju nisëm një punë që tham që mundet të bënim diçka, të ndërtojmë këtu që mos të largoheshim. Po duke punuar nga çdo vit, e shikonin që ishte keq puna, që njerëzit largoheshin, që nuk kishe entuziazm forcë si të punoje. Gjithmonë mendoje që po punoj kot. Edhe fundi erdhi që vështojmë vërdall shoh njeri. Edhe kjo na vjen keq. Me këto që kemi bërë, kemi dhënë bjerës mund edhe prap asnjë nuk kthehet që t'i gëzoj. Ka mundime shumë, kështu me vështirësi dhe në Tiranë dhe në Gjirokastër, gjithnjë duke luftuar me bidona, të themi. Jo se vjen një, për shumë një, të thotë që do vi ta marr unë një që ka lokale shumë, a kujtun, edhe vi të thotë që do ta marr unë 5 kuntale ose 10 kuntal raki. Pavarësisht sfidave, ai mbetet i bindur se vreshtaria është një pasuri që duhet të ruajtur dhe zhvilluar, si një shtyllë e rëndësishme ekonomisë dhe traditës së zonës. Ngresi i parë në edicioni 76 i festivalit të Sanremos, nata e parë ka sjellë spektakël dhe të ftuar special të cilët kanë bërë historinë e këtij festivali. Atmosfera e Sanremos u përcoll drejt për publikun shqiptar në ekranet dhe valët e radio-televizionit shqiptar. Atmosfera e Sanremos u përcoll drejt për publikun shqiptar në ekranet dhe valët e radio-televizionit shqiptar. Të gjitha netët e festivalit do transmetohen. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.